Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në kryeqytet. Punonjësi i Gardës së Republikës Gentian Lelçaj, 47 vjeç, dyshohet se i ka dhënë fund jetës duke u vetvrar me armën e shërbimit. Trupi i pajetit i tij është gjetur rreth orës 2 të mesnatës brenda automjetit të parkuar në garazhin e banesës në rrugën Mihail Grameno. Sipas burimeve zyrtare të policisë, Lelçaj ndodhej në një proces divorci dhe përjetonte një gjendje të rënduar psikologjike, çka mund të ketë çuar drejt këtij akti tragjik. Gentian Lelçaj ka shërbyer si shoqërues i ish-ministrit të Brendshëm Blendi Çuçi. Kjo nuk është hera e parë që një ngjarje e tillë trondit Gardën e Republikës. Në tetor të vitit të kaluar, një tjetër efektiv i Gardës, 37 vjeçari Henry Haxhiraj, u vetvra në banesën e tij në zonën e Qytet Studentit. Ai qelloi veten me armën e shërbimit dhe ndroi jetë në spitalin e traumës një ditë më pas. Familjarët e tij kanë deklaruar në polici se ai vuante nga depresioni, ndonse nuk dihet nëse ishte nën trajtim mjekësor. Në të dy rastet, burimet nga policia përmendin gjendjen e rënduar psikologjike si faktor kyç i kësaj fati tragjik. Kjo vë në pikpyetje serioze mënyrën se si kryhen vlerësimet psikologjike në procesin e përzgjedhjes dhe monitorimin e punonjësve të Gardës së Republikës. Testet psikologjike janë ndër kriteret themelore për pranimin në këtë strukturë të veçantë të sigurisë. Megjithatë, rastet e përsëritura të vetvrasjeve tregojnë se këto kontrolle ose nuk kryhen me rigorizitetin e duhur, ose mungon ndjekja e vazhdueshme e gjendjes emocionale të efektiveve gjatë shërbimit të tyre. Sa efektiv të tjerë të Gardës mund të jenë në kushte të ngjashme, apo ndërmerren masat e nevojshme për të ofruar mbështetje psikologjike për ta? Kjo është një pyetje që kërkon përgjigje urgjente nga institucionet përkatëse.